Ç'a bëhet? E dini ju plak që ne jena të gjithë budallëj, komplet si rrac. Do thoni ju pse, e kupton? Se ka mundësi që nuk i shkon mendja askujt që mund të përdorin WhatsApp, policia ose zjarr fikse ose ambulanca. Duhet ju këtë ndodh besoj të gjithëve me pas nevojë për një nga këto tre shërbime, për shembull ambulanca. I merrem telefonin dhe është momenti i sikletshëm që të pyesim, me që s'pyesin sa është koma personi, e kupton? Ka një trajtim mjekësor të mëparshëm, ka një ilaç që pa merr tash, i ka ndodhur më parë ky problem, është serioze situata. Sa vjeç është personi, si e ka emrin personin, ku jetoni, e kuptoj gjëja e parë. Ç'a ndodh nëse ti je kushëriri nga Vlora, se ke din si quhet rruga, e kuptoj se dhe shpjegosh ambulancës që hajde te rruga Frederik Shiroka, ku dëgjon tash nëse nuk e di si quhet rruga. Thjesht live location, e kuptoj, hap kamerë, shif, është do vdek personi. Sa e vështirë mund të jetë me afishu diku, për shembull te website, di që kemi edhe WhatsApp tash, nëse doni me kontaktuar në WhatsApp ambulancën, zjarr fiksen ose policinë. Plus pastaj nëse s'do më harxhu kohë fare, me harxhues administratës kohë, bëj një formular të gatshëm, se këto pyetje dyja bëjmë se s'kemi çfarë më bë. Një formular me emër, mbiemër, gjatësia, kupton që do të them sa vjeç është personi, a ka qenë smur më përpara personi, a merr në ilaç, ku jetoni, e kupton që do të them, plotsoj këto se këto do t'i pyesim gjithsesi. Në rastin personi ka nevojë për ambulancë, do ta çotë mesazh direkt, ti çova të dhënat, ky është personi, e kupton? Imagjino sa do të ndihmonte për policinë. Alo, policia më ka hyrë dikush në shtëpi. Ç'a pamje ka personi? Ja më zemër, kjo pamje është personi. Thjesht bëja foto personit. Gjithë këto budalli që mund thjesht ishin zgjedh me faktin që i kena shpik kamerën, edhe i kena shpik WhatsAppin, domethënë dhe share live location direct. Gjithë këto budalli që mund të të pyesë policia më vonë me e bë për shkrimin e personit që të bëjnë vizatimin, pastaj duhet më e bë me vizatim ose me prova perfekte se kush ka qenë personi është një foto që ja çove policisë ndërkohë që po flisim me policinë. Kupton sa e thjesht do ishte bota, kupton, merr zjarr fiksat në telefon, do të pyesin ku je, ç'a bëhet, si filloi zjarri gjona ti, thjesht çoj video, ja ku jam, zjarr. Pres nga ju në mënyrë shumë serioze, po ju them që të më thoni pse nuk është bë kjo gjë. Domethënë ja themi se ty s'ka shkumeni akoma, jam ka shkumeni mu. Pse i parë jam unë që ka shkumeni kjo gjë. Kupton ç'a do të them, pse nuk bëhet kjo më? Kjo duket sikur do i rregullohet punë të gjithëve. Diçka që supozohet ta kemi gjithë me vete, me ligj, gjithsesi është ID-a. Kupton ç'a do të them, sa thjesht nëse i çon ID-n e personit në foto ambulancës ose policisë, ke thënë të gjitha, se i kanë të gjitha online gjithsesi ose më. Cili nga ju mund të më japi arsye pse s'e kanë bë akoma këtë gjë? Kjo duket sikur do i rregullohet punë të dyja palëve. Domethënë vetëm arsye që mund të menoni është ne humbje kohë administrate, mos e duan më tepër punëtor. Pas gjën dot punëtor me menaxhu WhatsAppin, kupton që një 15 vjeçar mund të ta bëjë këtë gjë. E vetëm arsye domethënë është që numrat e WhatsAppit mund t'i merrni edhe kështu me internet, mund t'i merrni falso, edhe pastaj talleni me ambulancën e policinë. Edhe numrat e telefonit mund të merren falso, e talleni me ambulancën e policinë. Pak tallje ka, pse s'e kanë bërë këtë gjë më zemër. Për mendimin tim kjo është një nga budalliqet më të mëdha të kohës tonë. Kjo tregon sa budallë jemi të gjithë. Kjo tregon që teknologjia nuk zhvillohet për të mirën tonë, zhvillohet që me bë drona lufte, të vrasim kalamaj me telekomandë. Ndërkohë që bën gjithë këto zhvillime, ti duhet të shkosh te policia, ti thosh që kriminali i kishte vetuat më trasha, vizatoje çik më trasha dhe më të zeza. Pse se s'do më hap polici kamerën? E kupton ç'o budallish jeni o zemra? Haj shihni në nezë.